Një tjetër shembje masive ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Qukës-Qafë-Pllocë, ku një masiv dheu dhe gurësh është shkëputur nga skarpatat dhe ka zbritur në trupin e rrugës, duke e bllokuar atë. Ngjarja lidhet me rreshtet intensive të ditëve të fundit, të cilat kanë rritur paqëndrueshmërinë e terrenit. Për të shmangur rrezikun dhe për të garantuar sigurinë e përdorësve të rrugës, qarkullimi është devijuar në një korsi alternative e hapur disa ditë më parë nga kompania kontraktuese, pikërisht si mas parandalimi për situata të tilla. Fal bypassit të ndërtuar, lëvizja automjeteve vijon në të dy drejtimet, duke evituar bllokimin total të këtij segmenti problematik. Shembje të ngjashme janë shënuar disa herë më parë, veçanërisht në lotin e tretë të rrugës, ndërsa kjo konsiderohet shembja e dytë masive në të njëjtin segment. Specialistët theksojnë se fenomeni ishte i pritshëm për shkak të paqëndrueshmërisë së terrenit në zonë. Autoritetet dhe policia rrugore po ndjekin nga afër situatën dhe u kërkojnë drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit.